Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Do bëjmë leximin e javës të dashur Deshër për ju dhe shikoj po filloj me 8 të Arielit që quhet letra, një dash që po punon me përkushtim dhe zemër. Apo është një energji që do të shtyje të bësh i tillë apo e tillë. Je në një fazë ku ke dhënë shumë nga vetja, je duke dhënë, ke dhënë apo je duke dhënë, ndoshta më shumë se të tjerët që kam parë, ta them kështu, më shumë e dini ju vetë. Kjo letër të kujton se çdo orë, çdo përpjekje dhe çdo hap që ke bërë me ndershmëri po mbart frytet e veta. Të dashur Deshër, edhe pse ndonjëherë mund të duket sikur askush nuk të vlerëson, absolutisht të gjithë kemi përjetuar këtë gjë, por universi po përgatit shpërblimin tënd. Tani është momenti të vazhdosh me mësim, me rritje, me dëshirë për të qenë më i apo e mirë, sepse suksesi është duke u afruar. 9 të Arielit të dashur, hap dritën e bukurisë. Shikoni gjithë ky ilber duke ecur drejt diçkaje, çfarëdo që të jetë ajo për ju. Me i mënyrë drejt plotësimit, ta quajmë dëshirës së juaj. Kjo është faza kur puna jote shpërblehet. Kur sheh se ëndrat që i kisha harruar nisin të marrin formë. Në fakt, një letër që sjell një energji gëzimi, pavarësie dhe mirëqenie, po vjen drejt teje. E ke merituar, ke luftuar, ke duruar dhe tani ke të drejtë të ndihesh absolutisht krenar. Kjo letër flet për një dash që mëson të jetoj me mirënjohje dhe të gëzojë rezultatet e djersës së vet. Solution, zgjidhja. Por suksesi vjen gjithmonë me një provim, absolutisht. Kjo letër të sjell një mesazh të thellë që të mbash thot ekuilibrin. Duhet të dish të falësh rrugës, në rrugtimin tënd. Çfarëdo që të ndodh, të falësh dhe të durosh. Ka situata që kërkojnë më shumë butësi se sa forcë, më shumë urtësi se sa reagim. Kjo letër të dashur Deshër ju fton të shihni gjërat nga një këndvështrim më i gjerë. Të mos i marrësh personalisht tensionet apo vonesat. Je duke u rritur në çfarëdo lloj kuptimi apo çfarëdo lloj drejtimi të dashur Deshër, dhe kjo rritje kërkon durim. Absolutisht kërkon durim. Por duke qenë në gjithë këto që po ndodhin me ju, nuk është që do kaloj pa u vënë re, pa sfida personale në kuptimin asaj mentale, asaj mentale. Ne të shqetësim mendimet që nuk ju lën të fleni rahat, të frika, aman mos po shkon diçka keq apo çfarëdo që të jetë një gjë e tillë. Engjëjt të thonë në këtë letër, engjëjt të japin një mesazh. Mos haro që nuk je vetëm. Kujto pse nisi këtë rrugë dhe pse e do. Lësho fajin, pendesën apo frikën nga e kaluara, të dashur Deshër, pendesën apo frikën, çfarëdo që të jetë nga kjo. Ajo që po ndodh nuk është dënim, është pastrimi i fundit para dritës që do shkëlqej. Dhe kam divine guidance, që është një lloj, të them, që të rikujton kuptimin e gjithë kësaj. Nuk je thjesht duke kërkuar sukses material, por me një farë mënyrë dhe kuptim të dashur Deshër. Çdo gjë që jeni duke bërë nuk është që do jetë dhe material, sukses material, por dhe me një farë mënyrë do ju bëj më të mençur, ta quaj ashtu. Pra, po kërkon një rrugë që lidhet me shpirtin tënd, me vlerat e tua, me diçka që të jep paqe, jo thjesht vetëm fitim. Kjo është periudhë ku mund të ndihesh i tërhequr nga udhëzimet e mbrëmshme, nga mosues shpirtëror, nga njerëz që kanë ecur më përpara në këtë rrugë, ose miq që do të frymëzojnë. Mos e injoro këtë thirrje, është udhëzimi që të çon drejt asaj që vërtet do të përmbush. Të dashur Deshër, letra e fundit është 9 të Gabrielit. Shikoni, janë duke punuar, në fakt i pash dy, po pas jush është Angeli. Angeli sikur
një dorë ndihme, që kemi shumë nevojë, shpesh herë. Me 9 të është letra e qëndresës. Letra e qëndresës, kur them, do të thotë pas gjithë lodhjes, reflektimit, dëshirimit, kjo letër të thotë të mos dorëzohesh tani, ke bërë gjithë këtë punë, tani je shumë afër qëllimit, vazhdo të ecësh, qëndro apo e vendosur dhe mos u frikson nga asgjë, edhe nëse të tjerët nuk të kuptojnë, apo nuk e meritojnë, apo nuk ju arsjetojnë, nuk ka rëndësi, mjafton ta dini dhe të jeni të bindur ju vetë. Kjo është faza ku një dash vërtet ngrihet, i qëndrueshëm, krenar dhe me një forcë që nuk e tund asgjë. Dashur, po kalon pra nga puna e palodhur në shpërblimin e merituar, nga shqetësimi në qartësi, nga lodhja në forcë. Fal, beso dhe ec përpara, sepse kjo periudhë po të përgatit për një fitore që nuk është vetëm e jashtme. Do thotë që të duket që mund t'i prekësh, por edhe mbrëmshme që mund ta ndjesh e ta shijosh. Kur ndalon së dyshuar tek vetja, bota fillon të hapet para teje.